Dhe dashurve që jemi kthy bashkë në pjesën e dytë të emisionit. Unë paralajmërova në fillim të emisionit që kemi shumë të ftuar, por kemi edhe shumë reportazhe nga tereni. Kështu një 2 orë është fantastik me përgjigje të shumta në secilin pyetje që ju na dërgoni. E di që shqetësimet shëndetësore janë të pafund, po mundohemi të përgjigjemi përmes ekspertëve të fushave të ndryshme në çdo pyetje dhe shqetësim tuaj, duke ftuar specialistë të fushave të ndryshme, njerëz nga njohës të mirë të çështjeve sociale, për të qenë përgjigjet nga një burim i sigurt dhe që mos të keq kuptohemi me informacionet që i marrim nga interneti, shpesh janë të përkthyera gabimisht edhe që na devijojnë komplet atë qëndrimin tonë që kemi karshi ndonjë situate, smundje apo çfarë do qoftë. Unë thashë në pjesën e dytë të emisionit do të flasim për implantet dentare dhe procedurat kirurgjikale. Normalisht që gjithmonë i zgjedhim ekspertët e secilës fushë për trajtuar temat në fjalë. Sot për trajtuar këtë temë në studio kam doktoreshin Lindita Islamin Albani, e cila është implantologe dhe kirurge orale. Vlen me theksu që është një ndër kirurgët e para në qytetin e saj ku ajo jeton, në qytetin e Pejës. Ajo tashmë në studio me mua. Mirë se erdhe doktoresh. Faleminderit shumë që gjete kohë me orë nga Peja këtu. Mirë se gjetëm. Faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi me ju pas studio. Duke marrë parasysh bagazhin tënd, keni kontribuar rreth 20 vite në këtë profesion dhe patjetër që konsiderojmë që mund të kontribosh edhe tek shikuesit me u përgjigj në çdo pyetje që ata na dërgojnë rreth shqetësimeve tyne. Do mundohem të përgjigjem në çdo pyetje. Shumë faleminderit. Unë për shikuesit sot kam vendosur me fol për implantet dentare dhe procedurat kirurgjikale. E dim që kohëve të fundit sikur edhe më shumë po praktikohet. Ndoshta ndër vitet ti mund të na tregosh më mirë, kanë qëndruar të moshuarit edhe pa disa dhëmb, derisa kur s'kan mujt më. Po tash janë vedisu edhe kur janë të ri, i rinë gati shumë a shumë dhëmbëve. Sa rekomandohen implantet dentare? Implantet dentare do të thënë janë elemente të cilat përdoren për zëvendësimin e dhëmbit të humbur. Po. Ne gjithmonë luftojmë që t'i mbajmë dhëmbët e përhershëm, do të thënë në gojë, që mos të largohen, mirë po dhëmbë për shkaqe të ndryshme, infeksione, trauma të ndryshme, ndonjëherë dhëmbët duhet të largohen me shumë arsye të ndryshme, largohen dhëmbët dhe ato dhëmbë të humbura gjithmonë duhet të zavendësohen. Do të thonë përpara janë punuar urat, kur nuk ka pas implante dentare, do të thonë është nëse ka munguar një dhëmbë, janë dekortiku të 2 dhëmbët dhe është punu një urë, do të thënë të 2 dhëmbët janë dekortiku nëse dhëmbët edhe kanë qenë të shëndosh, për mu zavendësu dhëmbi i humbur. Tani dhëmbët e humbura zavendësohen me implante dentare. Zakonisht se pyetjet më të mëdha janë se ka edhe mite rreth implanteve, jo janë trupat huj, disa organizma si pranojnë, disa organizma i pranojnë. Sa qëndrojnë këto? A mund të përshtatet implantin në çdo organizëm? Janë shumë faktorë të cilët ndikojnë, domethënë implanti a mund të vendoset. Domethënë gjithmonë për me jep përgjigjen te pacienti a mundet të përdoret implanti, domethënë të çaj pacient është individuale. Domethënë ajo varet nga shumë faktor, nga koha kur e ka, për shembull kur u largu dhomja, është bërë sorbim mikoskor, pacienti a ka probleme të përgjithshme, për shembull te pacientat që kanë diabet, nuk mund të them që nuk mund të vendosen implantet, po duhet me qenë një diabet i kontrolluar. Domethënë janë shumë faktorë. Mungesë të kockës së implanteve, domethënë në momentin ku kemi mungesë të kockës, për vendosjen e implantit ndonjëherë duhet edhe me shtu kockë. Domethënë varësisht sa kemi kockë për me vendos implantin, janë disa faktorë të cilët ndikojnë domethënë implanti për suksesin e implantit. Po, domethënë janë disa kandidat potencial që mund t'i nështrohen dhe ka të tjerë ka kandidat që nuk mund privohen prej implantit. Do të thënë nëse nuk ka kockë edhe nëse nuk ka mundësi me shtu kockë në atë pjesë, edhe pse tash mundësitë kanë ndryshuar, do të thënë stomatologjia ka përvarur shumë, do të thënë shtohet kockë, gjithmonë pritet, do të thënë 3 deri në 6 muaj të ose të integrohet çaj pjesë e kockës që e kemi vendosur në momentin ku s'ka pas vend për implant, atëherë mbas 6 muaje vendoset implanti. Do të thënë janë disa faktorë që ose disa raste për shembull kemi kur sinusi është i rrëshum shumë poshtë dhe implanti nuk mund të vendoset, atëherë bëhet ngritja e sinusit, varësisht domethënë janë disa protokole, nëse domethënë është diku afër 5 mm ka kockë, atëherë bëhet ngritja e sinusit, në njëjtën kohë ngritet sinusi, mbushet sinusi me kockë edhe në vendoset implanti. Domethënë
ekzistojnë protokole për vendosjen e implantit varësisht prej pacientit që është shumë individuale, domethënë prej rastit në rast. Kjo pjesa se m'la përshtypje besoj edhe shikuesve, ngritja e sinusit, a është intervenim i vështirë, a është kirurgji? Ngritja e sinusit është intervenim kirurgjik, e cila bëhet domethënë nëse sinusi nuk ka vend për vendosjen e implantit, atëherë nëse ka kock 5 mm, është protokolli, domethënë, atëherë nëse ke mundësi e bëjmë edhe ngritjen e sinusit, vendosjen e kockës, në të njëjtën kohë bëjmë edhe vendosjen e implantit. Me një anestezian? Me një anestezian, kuptohet, domethënë me një anestezian lokal bëhet kjo, mirë po ndonjëherë kur kocka është shumë e rësorbume, atëherë bëhet vetëm ngritja e sinusit, vendoset kocka, pritet 6 muaj ditë derisa të integrohet dhe krijohet vendi, domethënë për me vendosë implantin, edhe mandej pas 6 muaje bëhet vendosja implantit në hapësirën ku e kemi përgatitur terrenin për me vendosë implantin. Sado që mund të gjykohet ose paragjykohet se është çështje estetike, implanti është çështje edhe nevoje, sepse nuk mund të ushqehemi pa dhëmë. A ka rreziqe që mund t'i nështrohet pacienti gjatë vendosjes së implantit, që ta kuptojmë nëse ka rreziqe të paktën kur e kemi vesh për estetik me u menu edhe 2 herë? Jo, rreziqe nuk ka, domethënë implantet janë diçka që janë treg që 30 vite, domethënë në bazë të statistikave, e vetëm një rrezik, domethënë varësisht, domethënë prej pacientit edhe prej gjendjes përgjithshme pacientit, domethënë rreziqet janë për shembull dështimi i implantit, çka mundet me ndodh, domethënë largohet implanti, infeksionet që munden më kriju, mirëpo disa faktorë ndikojnë edhe në kur vendoset implanti, domethënë është shumë e rëndësishme mirëmbajtja, higjiena orale, domethënë se implantet janë elemente që zaventësojnë dhëmbin. Domethënë edhe është një higienë specifike të implantet. Qysh janë simptomat që një implant nuk po pranohet në gojën e një pacienti, në mënyrë që me ditë me e largu, që po thane? Janë shumë faktorë, domethënë pacienti mundet me pas dhimbje, mundet me pas ejtje, mundet me infeksion përreth implantatit, domethënë ku nuk ostintegrohet, mandej bëhen radiografi, aty vret në bazë të radiografive që implanti nuk është ostintegru, atë implanti largohet, pritet një kohë 2-3 muaj, nëse s'ka kock, është resorbu kocka, gjatë kockës që nuk është ostintegru implanti, atëherë domethënë pritet një kohë të qetësohet infeksioni, mandej vendoset kockë në atë pjesë, prapë domethënë mbas 6 muaj e bën radiografi, edhe diagnostifikohet mirë, domethënë a mundet mu vendos implantin pjesën ku ka dështu implanti. Domethënë mund të përsëritet nëse dështon një herë? Nëse po, mund të përsëritet nëse dështon. Nuk ban me u dëshpru pacientet? Jo, nuk ban me u dëshpru, duhet me pa arsyn pse ka dështu, po, domethënë, mirë po, dështimi i implanteve tash është shumë i rrallë, se teknologjia ka përparu shumë, tash me 3 ditë bëhet diagnostifikimi, domethënë, mandej punohen surgical guide, domethënë për vendosjen e implantit, domethënë, çdo gjë është me teknologji edhe ma e letë tash, edhe për pacientin edhe për doktorin. Domethënë se unë kur kom fillu në 2005, domethënë me implantologji, ka qenë shumë vështirë, teknologjia ka pas vetëm 2D dhe ku do është na me mendu shumë mirë, s'ka pas 3D, atëherë, domethënë te ki pa vetëm 2D, domethënë jo komplet, domethënë nuk i mujt me ditë, me ditë gjatësinë e implantit, po jo trashësinë e kockës, që është një ndër faktorët kryesor për vendosjen e implantit, domethënë atëherë ka qenë çdo gjë më vështirë. Tash çdo gjë është lehtësu me teknologji. E çdo ditë më letë. Më letë edhe më shpejt si procedurë, se e maj men që një kohë vite më parë ka qenë shumë muaj me prit, me lani her implantin, pastaj vendosja, tash më shpejt shkojnë procedurët. Më varet, domethënë, ajo shumë është individuale, domethënë, mbi ngarkesa e menhershme mbi implante, se duhet me marrë një kohë për më bëj integrimi, po teknologjia ka përparu dhe çdo gjë po shkon në drejtim që asaj që çdo gjë më punu sa ma shpejt. Nuk e di sa është e vërtet apo mit edhe kjo, po thuhet që dimrit rekomandohet më shumë vendosja e implanteve. A është e vërtet kjo, doktoresh? Çdo gjë, infeksionit domethënë verës, çdo temperaturë e lartë, po infeksionin veç e zhvillon shumë më shpejt. Domethënë na për ato dhe pacientëve kur i vendosim implante gjithmonë i japim qeska me akull, që me pas ftoft për me largu edemen, domethënë infeksionet gjithmonë në terrene në temperatura më të larta zhvillohen më shpejt. Më shpejt.
Po besoj që tash me që e tha që shëndetësia ka avancu, bëhen edhe verës, sepse e dim që vinë diaspora, ata verës kryesisht i bëjnë këto. Nuk ka, do më thënë, kufizim kohor, mirë po... Rekomandimet janë në shumë në kohë të ftohta. Në kohë të ftohta, po s'ka, nuk ka ndonjë. Tash, ta zëm, për arsye të ndryshme nuk kanë mundur ta ruajmë dhëmbin, e tha dhe vetë që ndodhin problemet të ndryshme, traumat të ndryshme. A rekomandohet me njëherë pas largimit dhëmbit, mas një muaj me vendos implantin apo me prit një kohë? Ajo është shumë individuale, varësisht do më thënë dhëmbi për çfarë arsye largohet. Nëse dhëmbi i cili do të largohet, do më thënë ka ndoshta ndonjë lëvizje para dentopati ose ndonjë frakturë dhëmbit ku nuk ka infekcion, atëherë implanti mund të vendoset më njëherë në hapësirën ku dhëmbi nxjerret, do më thënë ekstrahohet, edhe në atë hapësirë ku ekstrahohet dhëmbi, më njëherë vendoset implanti. Se dihet, do më thënë momentin kur dhëmbi nxjerret, do më thënë ekstrahohet, edhe në atë hapësirë ku ekstrahohet dhëmbi, më njëherë vendoset implanti. Se dihet, do më thënë momentin kur dhëmbi nxjerret, nëse nuk vendoset ose implanti ose diçka tjetër, koska shkon tu resorbu, do më thënë shkon tu shkatru. Do më thënë nëse vendoset implanti, atëherë do më thënë organizmi e regeneron ose të integron qatë hapësirën ku ka qenë vendosur alveolën, që është pjesa, do më thënë zvrastira, ku ka qenë vendosur dhëmbi, edhe atër bëhet osteintegrimi më i shpejt në mes të implantit. Mirë po mbarët janë disa faktorë të cilët ndikojnë. Nëse dhëmbi ka pas infekcion, atër në vatrat infektive, implantet nuk mund të vendosen. Që që duhet të kemë kujdes, po kjo varion? Varion ajo nga pacienti, ato duhet të diagnostifikoj mirë mjeku, më thënë, varësisht prej rastit, edhe e bën planifikimin se si të vendosen edhe kur të vendoset implanti. Ka shumë raste kur një dhëmb është i larguar, gingiva pastaj është shpras, lëndohet shpesh me ndonjë ushqim më të fortë, a shërohet fillimisht komplet pjesa para vendosjes të implantit? Normal, nëse nxirret dhëmbi, atëherë kalon 3 javë duhet merr mushëru që ajo plaga. Shpesh e lëndojnë edhe mas 3 muajve të largimit dhëmbit me ushqim. Normal, largohet, ajo lëndohet se aty do më thënë është hapësirë, është e ndihshme, është hapësirë, do më thënë për atë, do më thënë çdo dhëmbi i humbur duhet të zavensohet. Për atë edhe janë implantet fatmirësisht, do më thënë është një sukses i madh në stomatologji, zbulimi i implanteve, do më thënë sidomos te moshat më të shtyra, do më thënë në raste ku pacientat i kanë humbur krejt dhëmb, edhe vendosja e 2 implanteve, vendosja e protezës mbi 2 implante, do më thënë për pacientin në shpëtim, si në anën funksionale, ashtu edhe në anën estetike, do më thënë proteza, se poshtë proteza në nofullën e poshtme, proteza është vështirë të mbahet nga pacientat, gjithmonë se nofulla e poshtme është e lëvizshme, mandej është gjuha, edhe për atë arsye, do më thënë nofullën e poshtme proteza gjithmonë është problem i mbajt, mirë po tash vendosja e 2 implantave, vendosja e protezave e ka fiksu protezën, do më thënë, edhe pacientat ndjen shumë mirë. Po, edhe mjaftojnë 2 implantet, azëm nëse i kanë... Nëse ka resorbim kockor, do më thënë, nëse dojmë me bo protezë të lëvizshme, do më thënë, atëherë vendosja e 2 implanteve mjafton për me bo një protezë. Po, a është implanti intervenim i lehtë për të moshuar, a e përballon? Implanti është interventim i lehtë, do më thënë, nuk mund me pas kategori moshe, do më thënë, nëse gjendja e përgjithshme e pacientit është në rregull, atëherë, do më thënë, i lejohet çdo moshe. Do më thënë, vetëm duhet me pas parasysh faktorët e përgjithshme të pacientit. E përmend edhe diabeti, ma herët që ata duhet me pas kontrolluar. Sundit kardiake, mirë po të gjitha këto në menaxhim me mjekun, kardiologin, internistin, edhe kirurgin i cili i bën implantet. Është një kategori më e ndihshme doktoresh, të cilët për shkak të prekjeve të smundjeve malinje përdorin edhe kemioterapi dhe tableta të cilat janë pak më të rënda për organizmin, ma sa kohë të pauzës së kemioterapisë. Ata pacienta duhet me pas shumë kujdes, ato përdorin shumë bifosfonate, të cilat e dëmtojnë kockën, edhe duhet me pas shumë kujdes, me pa, do më thënë, sa kohë ka kalu për kemioterapisë, me bo një 3D, me pa dëndësinë e kockës, sa është dëmtu kocka, edhe atëherë nuk përjashtohen. Nuk përjashtohen, vetëm se duhet me kalu një kohë. Vetëm duhet me kalu një kohë dhe duhet me bo diagnostifikimin, tamam, do më thënë, nëse bo 3D janë, 3D vret dëndësia e kockës, sa është dëndësia e kockës, nëse dëndësia e kockës është e mirë, atëherë mundem me vendos implantin
pa asnjë problem. Të paktën kjo është një informacion i mirë që mos të dëshpërohet asnjë prej kategorive të pacientëve, sepse vetëm janë faza të cilat duhet të respektojnë protokollin. Po, të i kalohen. Po, por ja që ka zgjidhje për të gjithë. Ka zgjidhje për të gjithë. A mund vendos implant një grua shtatzon? Jo. Nuk bën? Jo. Për arsye? Janë shumë arsye, janë çrregullimet hormonale, janë, domethënë, mas pari 3D nuk mundem me bo, që është fillimi i diagnostifikimit, e mandej janë procedura tjera, domethënë nuk lejohet. Nuk rekomandohet. Nuk rekomandohet. Megjithëse implanti nuk është një urgjencë, nuk është një urgjencë, mirë po domethënë duhet me bo diagnostifikim, na për me bo diagnostifikim duhet me bo radiografi, që në 3 muajin e parë nuk lejohet as pak as radiografia, po vetëm raste super urgjente kur pacientat pësojnë far traumë ose far aksidenti ose diçka që duhet me intervenu. Tash, se po mundohem me i bo krejt pyetjet që na kanë ardhur doktoresha edhe tek faqja jonë nga shikuesit tonë, edhe janë pyetjet se cili hall, domethënë të gjitha kanë nga një hall, nga një derdh, nga një shqetësim. Ka edhe pyetje të tilla si për shembull për mos me duru të njëjtën ndrim disa herë, a mund të bëjmë 2 implante për një herë? Ne mund të bëjmë 8 implante për një herë. Po. Domethënë varësisht, domethënë qysh është diagnostifiku pacienti dhe sa implante kanë mu vendos, domethënë. Nëse në nofullën e sipërme, domethënë është pa dhëmsi totale, domethënë nuk ka dhëmb hiç, atëherë pacientit mundemi ja vendos 8 implante për një herë. 8? Po. Domethënë është maksimum që me vendos 8 implante që pacientit mandej t'i punohet kur vjen puna për pjesën protetike, por jenë pjesë për punë protetike, atër të punohen në dhëmbët mbi këto implante të cilat i kemi vendosur. Po. A ka rase doktoresh nga pacientët tuaj që keni punë kur i keni vendosur 8 implante gjatë, sado që kanë qenë, po njani prej tyne u dosh mu largu për shkak në infekcion? Ka raste, nuk do me thonë gjithë nuk ka raste dështimi. Tjerë kanë shku mirë? Do me thonë ka raste që një implant, do me thonë tjerat implante po ose të integrohen, një implant nuk ose të integrohet, atëherë do me thonë qaj implant largohet, atëherë mundohem ose me prit një kohë, mandej me vendos një implant tjetër nëse është i nevojshëm qaj implant për pjesën protetikore, nëse nuk është i nevojshëm nëse kemi vendosur 8 implante, atëherë mund të pjesën protetikore mund me bë edhe me 7 implante, edhe minimumi do me thonë me 6 implante. Mirë, po tash ka dalë all in 4, do me thonë edhe me 4 implante në nofullën e sipërme mundet më punu një punë protetikore, do me thonë varet shumë individuale pri pacienti, do me thënë sa ka kocë, ku mundë me vendos implantet, nëse ka kocë të mjaftueshme, atëherë do me thënë është mirë sa ma shumë implante, stabiliteti është shumë ma i madh, edhe forcat shpërndahen në mënyrë të njëtrajshme. Do me thënë, janë disa faktorë që na definojnë neve sa implante mundet. Nuk lëvizit, pastaj e kanë balancën e dur. E di që ndoshta edhe kjo mund të jetë individuale, megjithatë është më lehtë për pacientin këtë rast të bëhet implantet në pjesën e sipërme apo të poshtme, dhimbta dhe pas ato oqjet ato ku janë më të mëdha, ku është ndjeshmëria më e madhe? Jo, është protokolli, domethënë se kanë punu implantet nalte dhe nofullën e sipërme, nofullën e poshtme, ne gjithmonë fillojmë me nofullën e poshtme, se është një farë pragu okluzal që ne duhem me bo për pjesën protetike, domethënë duhem me rafshu planin okluzal, atëherë do me thënë kryesisht punohet në nofullën e poshtme e mandej në nofullën e sipërme. Do me thënë kjo është protokoll mjekësor, do me thënë rregull, kështë qenë më mirë. A janë të përjetshme implante, doktoresh? Implantet kanë jetë gjatësi, mund të thëmë të përjetshme, mirë po do me thënë janë shumë faktorë të cilët ndikojnë se sa gjatë implantet, mirë po faktori kryesor është edhe ndër faktoret janë faktoret e përgjithshme të organizmit të një personin të cilin kemi vendosur implantet, e mandej është edhe higjiena të cilën pacientat duhet të mbajnë, do me thënë, se ti implante dentare, punimi i urave, mbi ato implante, do me thënë, janë shumë faktorë të cilët ndikojnë për gjatësinë e implanteve. Ta zëm, doktoresh, nëse ka ndonjë pacient që vjen te ju, lajmërohet që e ka bërë një implant para 15 viteve, po për arsye faktorë të ndryshëm higjiena, ku ta diun, ka problem dhe duhet largohet. A mund të rivendoset në po të njëjtin vend implant prapë? Duhet me po, do të thënë se çaj implant është largu, duhet me po arsye pse u largu implanti,
po zakonisht në të njëjtin vend ku 15 vjet nëse ka ndajt një implant, vjen pacienti, besoj që aty është bërë resorbim kockor, se implanti duhet të largohet kur ka infeksion përreth, edhe atëherë bëhet resorbimi. Atëherë duhet të pritet të qetësohet ndoshta me medikamente të trajtohet çaj pjesë e infeksionit, mandej të vendoset kockë, mandej pas 6 muaj të vendoset implant në vendin e njëjtë ku implanti ka qenë. Po, ka qenë. Por pritet shërimi. Po, do më thënë, ekzistojnë protokolle, do më thënë, ekzistojnë njëso protokolle dhe një implantologji, si kur gjithë kënë mjekësi, do më thënë, nëse shkojmë me protokoll, suksesi dihet. Pa tjetër. Në ndërkohë e përmende shumë herë gjatë bisedës, vendosja kockore, mungesa e kockës, a është ku mirët e kockë për me u vendosë? është kockë artificiale, e cila merret ose merret kockë nga pacienti. Do më thënë nga nufulla e pacientit, merret kockë nga një pjesë dhe transferohet në pjesën tjetër, edhe ajo pjesë e kockës, mandej ekzistojnë mënyra të ndryshme të fiksimit të kockës, nëse merret në mënyrë pllakore, ai duhet të fiksohet me vida, te sinus lifting inguinal, do të thënë ku vendosjen e kockës e bëjmë, atë duhet të vendoset një membran, e cila e mban, do të thënë, atë pjesën e kockës që mos mu largu, do të thënë varësisht sa kemë vendos kockë, ku kemë vendos kockë, do të thënë duhet edhe në disa raste duhet të përdorim edhe membranën. Po, membrana diçka që e kufizon, do të thënë si një cipe hollë që mbron kockën që mos të integru vetëm kockën që atë pjesë, do më thënë mos mu përhap në pjesë tjera ku. Interesante sepse sa do që t'inglon vetëm estetike është kaq e nevojshme, sepse lehtëson jetën e pacientit në përgjithësi, por edhe buzëqeshjen, vetbesimin, pastaj anën psikologjike. Unë mendoj që e kthen shumë vetbesimin te pacientat, të cilat e kanë humbur shpresën. Do më thënë, ka pacientat që vinë dhe qojnë, do më thënë, i kom humbë dhëmt, si du me ja bo, kështu do më thënë që implantet, jo vetëm që kanë zavendësu dhëmbin e humbën, mirë po kanë këthy edhe shpresen, edhe besimin, edhe buzëqeshjen të pacientat që ne ndajmë shumë të kënaqur kur ata buzëqeshin, do më thënë, kur i kanë humbë të gjithë dhëmbët edhe rikthehet buzëqeshja. Tek këta kur e vendosin implantin dhe pritet disa muaj për vendosin pastaj të dhëmbit, qa duhet kejnë kujdes, për shembull përveç higjienës, gjatë ushqimit, a guxojnë të kafshojnë lirshëm në atë pjesë? Po, normal, abdina është pjesë, do më thënë, pjesa kirurgjikale, ajo pjesë vetëm qepet edhe mbyllet, do më thënë, edhe nuk ka diçka me pas kujdes të veçantë. Mandej, mbas 6 muaj, jo, nuk dëmtohet diçka, mbas 6 muaj ose 4 muaj, varësisht, do më thënë, prej stabilitetit primar të cilin e ka pas implanti, atëherë fillon procedura e dytë, është procedura protetike, do më thënë ku mandej fillon marrja e masave, ku marrja e masave tash ka fillu me sistem të ri, do më thënë merret me kamera, do më thënë, digitale, ajo me email transmetohet te tekniku, edhe ai fillon me punu pjesën protetikore. Me njëherë. Me njëherë. Unë po besoj që pacientat kërë kanë këtë nevojë, marrin edhe informacione të përgjithshme, megjithatë e dim që edhe në mosha të reja fillojnë me i rregullu dhëmt. Kemi pas shumë raste, në të paktën nga rrethit që kam, shpesh kanë thënë i kam dhëmt të doptë, të më thehen lehtë, nuk i kam të mirë, por du me shku mi hek edhe me i bëj implant. Sa rekomandohet? Jo, nuk rekomandohet, nëse dhëmbi yt është dhëmbi yt, atëherë duhet të shërohet, duhet të provohen të gjitha mënyrat për mu shëru dhëmbët, e nëse do më thënë veç nuk ka do më thënë alternativë tjetër, atëherë implanti është alternativa e fundit, gjithmonë e thëmë, se unë gjithmonë luftoj për preventive në stomatologjike, thëmë se në Kosovë problemi kryesor është diagnostifikimi i vënshëm i dhëmbëve të cilat janë me karies, ose të cilat, do më thënë, mendoj që mungon ajo pjesa e preventives shumë. Disa herë kom lëbu që edhe në përshkolla këshin mirë me pas stomatolog, që me bo diagnostifikimin që bile me ditë nanat që fëmijët i kanë dhëmbët me karies, edhe që ta dhëmbë duhet të trajtohen. Kur është mosha ma ndishme, kur fillojnë dhëmbët, ta themi me një fjallë shqip, me marë të poshtë, me u dëmtu pak më shumë? Mosha, do më thënë,
prej moshës 8, 10, 12, do më thënë është ajo koha, se do më thënë faktor kryesor lurën edhe ushqimi. Higjiena dhe ushqimi janë 2 faktorët kryesor, të cilët të na kujdesi është minimal. Po, me gjithse po punohet vedise, mund të pak të ne di që edhe për mes emisionit tem kam pas kaq shumë specialistë të fushës orale, ku kemi folur për tema nga me ndryshme, jemi munduar të ngrisim nivelin, po prapë se prapë ka nevojë edhe është shumë mirë që kontriboni për masën, duke dhënë përgjigje dhe mendime profesionale në mënyrë që ata të marrin vendime të drejta pastaj. Kjo është shumë e mirë. Unë të thëmë preventiva stomatologjike, do më thënë atë që duhet të bëj shteti, do më thënë shteti, unë mendoj që është preventiva stomatologjike, se aqë shumë ka dhëmë të humbura, do më thënë të fëmijët, do më thënë që janë potencial për implante, po unë nuk e kam mendimin aty edhe dëshiren me vendos implantin, e kam dëshiren me mujtë me shku, me shëru dhëmbët fëmijët edhe me orë deri te ruajtja e dhëmbëve dhe mi vedisu edhe në anat edhe fëmijët që dhëmbi ka një vlerë shumë të madhe. Po, një pyetje gjenerale, më shumë ndodhin këtë problematika që dhëmbë duhet largohen për arsye ndryshme tek gjinia femnore apo te gjinia mashkullore? Apo s'kene një matës? Nuk kam një matës që më të thamë... Arsye pse e bona këtë pyetje se di që në shtatzani femrave u dëmtohen normal, po të femrat në organizme jo është më i ndishëm se sa të mashkujt. Më me thonë ma shumë të gjinia femrore. Prandaj edhe asocova që mund të jetë më shumë për shkak të kësaj që për arsye të ndryshme kanë edhe atë pjesën e ndikimit nga humbja e kalciumit që merr foshnja e tjera. Sidoqoftë është mirë që kemi ka shumë mundësi dhe shëndetësia po avancon, kemi kuadrët e mjekëve të cilët e bëjnë më së miri këtë punë, kështu që e më e mira na mbetet me i najt vetit gatit, me kontrolla rutinore, mos me lanë me shku deri tek implanti, po nëse shkojmë deri tek implanti, atëherë zgjedhja e vetme, prapë implanti është zgjedhja e vetme, domethënë nëse preventiva mungon, e fundit. E fundit, por e mirë. Është e mirë sepse kthen, siç e the, buzëqeshjen, vetbesimin. Është e mirë, por nuk është më e mira. Po shoqër që është, sepse kur s'kemi më mirë. Doktoresha, të falenderoj shumë për këtë këto përgjigje që na dha sot. S'ka përse. Është shumë kënaqësi me të pa studio dhe me diskutu. Ju faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit juve. Dashur miq, ka qenë doktoresha Alindita Islami në Albani, stomatologe, implantologe, kirurge orale, nga qyteti Pejës, një nënë e cila ka punuar gjithë jetën e saj në profesionin e saj, duke trashëguar kështu edhe te njëri nga fëmijët e saj, por që ka kontribuar shumë tek qytetarët e vendit të saj. Në ndërkohë, ne po vazhdojmë me diçka krejt tjetër, së bashku do shkojmë në klinikën gjermane të syrit, doktor Afrim Shabani na jep këshillat për shëndetin e shikimit tonë.